Të premten që shkoj, në datë 17/3/1950, Hafiz Ali Korça ka predikuar në xhamin Haxhi Halushit, po këtu shtroi vetëm çështjen e lavdërimit të pejgamberit dhe asgjë tjetër. Po ashtu dhe në atë datë ju dha qarkoria e komunitetit musliman që bënte fjalë për Kongresin e Partizanëve të Paqes, të cilën do ta fliste në predikim, por këtë nuk e bëri. Ky është një citat nga një spion i xhamisë në vitin 1950. Kjo traditë e vjetër e shtetit shqiptar nuk ka ndaluar në asnjë moment. Në çdo xhami të Shqipërisë, siç ka një imam, një muezin, një pastrues, ka edhe një spion. Përgjithsisht këta janë agjentë antiterrorit që hiqen si besimtar, vinë e falen për ca kohë, njihen me besimtarë të rregullt të xhamisë dhe marrin informacione normalisht dhe raportojnë mbi ato që dëgjojnë dhe flasin. E rëndësishme është që në çdo xhami të Shqipërisë ka një të tillë dhe më keq se kaq, antiterrori përdor dhe një mekanizëm tjetër djallëzor, me anë të cilit rekruton besimtarë të sinqertë të xhamisë, duke u bërë presione nga më të ndryshmet. Ata i han këto presione për shkak të mungesës së njohurive që kanë mbi ligjet që u sigurojnë të drejtat e tyre në vendin tonë. Pra në vetdijen e besimtarit musliman që shkon në xhami, është ngulitur thellë që gjithmonë aty është dikush që spionon për shtetin. Kemi të bëjmë me një kontroll institucional mbi ligjërimin publik brenda xhamisë dhe kjo ka efekte negative tek imamët, por edhe te xhamati. Për shembull, efekti i këtij persekutimi shtetëror mbi ligjërimin publik në xhami duket qartë tek mungesa e duhur e denoncimit të genocidit të Gazës, apo mungesa pothuajse totale e denoncimit të lidhjeve gjithmonë më të ngushta të qeverisë tonë me koloninë e Izraelit. Fatkeqësia më e madhe në këtë mes është që ne e kemi marrë të mirëqenë që në xhami do ketë gjithmonë një spion ose më shumë. Dhe kjo gjë duhet të ndryshojë.